A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin a.s., mbi shokët dhe mbi familjen e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Një prej çështjeve që është diskutuar dhe vazhdon të diskutohet është çështja e Kur'anit. Vallë, ç'është Kur'ani? A është Kur'ani mrekulli apo jo? Kur'ani është fjala e fundit e Allahut xhaleshanuhu, që është edhe mrekullia më e madhe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka zbritur që t'i sfidojë njerëzit dhe xhinët, sepse ata janë të lirë në veprat e tyre, kurse melekët nuk i sfidon për shkak se ata nuk kanë lirinë e zgjedhjes. Allahu në Kur'an thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër, pos që të më adhurojnë mua. Nga ky ajet ne e kuptojmë se qëllimi i krijimit të njerëzve dhe të gjinëve është që të adhurojnë Allahun. Këtë më mirë e kuptojmë tek fjala liya'budun, që të adhurojnë Allahun. Ku me adhurimin e Allahut xhaleshanuhu, njeriu e arrin lumturinë dhe kënaqësinë shpirtërore. Çfarë është mrekullia? Në terminologjinë islame, fjala mrekulli ose mu'jize është një dukuri e mbinatyrshme e cila është e mbrojtur nga kundërshtimet, që Allahu në disa raste u ka dhënë pejgamberëve të tij. Dhe ajo mrekulli është mvarur edhe prej kohës dhe rrethanave në të cilën kanë qenë pejgamberët, me qëllim që njerëzit që besojnë pejgamberëve dhe ata ta kryejnë misionin e tyre me sukses. Çdo pejgamber ka shkuar tek populli i tij me një mrekulli të veçantë. Si për shembull, Isaia a.s. i ka shëruar të sëmurët dhe të verbërit, me lejen e Allahut xhaleshanuhu. Musa a.s. e ka pasur shkopin e tij, dorën që i bënte dritë e shumë mrekulli të tjera. E Muhamedit a.s. Allahu i madhëruar i dha Kur'anin fisnik, ku ai, për dallim nga mrekullitë e tjera, të cilat kanë qenë vetëm kur kanë qenë pejgamberët, do të thënë kanë qenë të përkohshme, ai është i përhershëm dhe i përjetshëm. Dhe Allahu neve na ka premtuar që ai do ta ruajë atë deri në ditën e gjykimit. Mrekulli shkencore në Kur'an. Në Kur'anin famëlart, përveç rrëfimeve të ndryshme të pejgamberëve, përmenden edhe fakte shkencore, ku një prej tyre është e hekuri, një element i zbritur nga yjet. Allahu i madhëruar në Kur'anin fisnik thot: "Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa munafi'u lin-nas." Ne e zbritëm edhe hekurin, që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit. Nga ky ajet ne e kuptojmë se hekuri nuk është krijuar në tokë, por ai ka ardhur nga jashtë saj. Ku edhe shkencëtarët e kanë zbuluar se hekuri është krijuar me shpërthime të ndryshme në yjet gjigande, të cilat ato shpërthime quhen supernova. Kjo e vërteton edhe një herë ajetin kuranor. Një mrekulli tjetër janë detet që nuk përzihen. Kur'ani famëlart e përmend një fenomen të jashtëzakonshëm të deteve që nuk përzihen me njëri tjetrin. Marajal bahrayni yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan. Ai i lejoi dy detet të takohen ndërmjet vete, ndërmjet tyre është një pengesë që ata dy nuk e ka përcejnë dot. Kjo karakteristik është vërtetuar edhe nga shkenca moderne. Studiuesit e oqeaneve këtë pengesë që e ka përmendur Allahu në Kur'an e kanë quajtur si tension sipërfaqësor, që nuk i le këto dy dete të përzihen me njëri tjetrin. Mrekullitë historike në Kur'an. Në Kur'anin famëlart, një prej rrëfimeve më të rëndësishme është rrëfimi i Musait a.s. dhe i Faraonit. Kur Faraoni e thiri Musain a.s. së bashku me vëllain e tij Harunin, për ta vërtetuar forcën e tij, ai i kishte thirrur edhe magjistarët më të mëdhenj të Egjiptit, sepse në kohën e atëhershme, në kohën e Musait a.s., magjia ishte e përhapur shumë. Kur Musa a.s. shkoi atje, magjistarët kishin filluar që të bëjnë magji të ndryshme. Por ai e lëshoi shkopin e tij poshtë dhe ai u shndërrua në një gjarpër të gjallë, e i gëlltiti tërë ato magji. Magjistarët të habitur ranë në sejdë. Ku kemi edhe ajetet kuranore: "Wa ulqiya as-saharatu sajidin, qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun." Dhe magjistarët u përulën në sejdë. Ata thanë: "Ne i besuam Zotit të gjithësisë, Zotit të Musait dhe Harunit."
Magjistarët që e njihnin magjin më mirë se kushdo tjetër, me njëherë sa e pan shkopin e Musait a.s. të shndërrohej në gjarpër, e kuptuan se ajo nuk mund të ishte magji, por ishte një mrekulli nga ana Allahu xhaleshanuhu. Dhe me lejen e tij, ata i besuan shpalljes së Musait a.s. Ndarja e detit të kuq. Një tjetër mrekulli e Musait a.s. ndodhi kur ai dhe populli i tij largoheshin prej faraonit dhe ushtrisë së tij. Kur arritën tek deti i kuq, fjala e vetme që dëgjohej prej besimtarëve ishte u masakrua. Musa a.s. tha jo, kurse si, me të vërtet me mua është Zoti im dhe ai do të më udhëzoj. Allahu e udhëzoi Musain a.s. duke i thënë, godite detin me shkopin tënd. Kur ai e goditi detin me shkopin e tij, ai u nda në dy pjesë dhe u bë një rrugë e thatë që besimtarët dhe Musa a.s. të kalonin në të, kurse aty faraoni dhe ushtria e tij u përmbytën. Kurani është një mrekulli e përjetshme Allahu xhaleshanuhu. Ai nuk është vetëm një libër hyjnor, por ai në vete përmban fakte shkencore që janë zbuluar nga shkenca moderne. Gjithashtu përmban edhe udhëzime shoqërore dhe morale. Allahu xhaleshanuhu i udhëzon ata të cilët dëshirojnë të arrijnë të vërtetën dhe udhëzimin e Allahu xhaleshanuhu, kurse i lë të humbur ata të cilët e refuzojnë udhëzimin e tij. Lutim Allahun që ne të jemi prej të shpëtuarve në ditën e gjykimit. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.